Personat që hanë vezë për mëngjes urgjent duhet ta dëgjojnë këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Shumë njerëz mendojnë se produkte si tërshëra janë zgjidhja më e mirë për vaktin e parë të ditës, por ky mund të jetë gjithashtu një koncept i gabuar, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që vezët bartin për organizmin. Vezët janë të shijshme dhe duhet të bëhen pjesë të vakteve tuaja ditore. Ato përmbajnë gjithashtu proteina që ndihmojnë para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në uljen e riskut të problemeve të shtimit të peshës, por krahasuar edhe me vaktet e tjera, shumica e personave i zgjedhin ato si një përzgjedhje për të nisur ditën dhe për të evituar komplikacionet. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni vezët e zira në vaktet tuaja ditore. Vezët ju bëjnë të ndjeheni të ngopur për pjesën më të madhe të ditës. Proteina dhe yndyrnat që gjenden tek veza ndihmojnë gjithashtu edhe në ruajtjen e niveleve të trupit dhe energjisë, duke u bërë që të jeni të ngopur për pjesën më të madhe të ditës dhe të evitoni kështu dëshirën për ushqime jo cilësore. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit edhe në betejën kundër peshës së tepërt. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë vezë për mëngjes kanë më shumë gjasa të humbasin në peshë sesa njerëzit që nuk e konsumojnë atë, sepse vezët ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe kështu do të evitoni dëshirën për të marrë më shumë kalori gjatë vakteve. Vezët janë një burim shumë i madh i proteinës. Vezët janë burimi i rëndësishëm i proteinave cilësore. Proteina do të thotë se ju mbajnë gjithashtu edhe të ngopur me aminoacide thelbësore, të cilat duhet të merren vazhdimisht në regjimet tuaja ushqimore. Shtimi i vezëve rekomandohet të konsumohet të paktën çdo mëngjes. Kryesisht vezët e zira janë një përzgjedhje shumë e mirë për të ofruar proteinën cilësore, duke qenë se nuk kanë në përmbajtje të tyre edhe yndyrna të shtuara. Vezët janë më ekonomike për të ofruar gjithashtu nivele të larta të ushqyesve. Në krahasim me ushqimet e tjera të pasur me proteinë të lartë si mishi i kuq, vezët janë më të lira dhe mund të ofrojnë gjithashtu cilësinë më të mirë të elementit të proteinës edhe në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vezët nuk e përkeqësojnë kolesterolin. Konsumi 1 deri në 2 vezëve çdo ditë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në betejën kundër kolesterolit dhe një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Edhe pse është e vërtetë se vezët përmbajnë një sasi të konsiderueshme të kolesterolit, studimet e fundit tregojnë se kjo nuk do të përkeqësojë kështu nivelet e kolesterolit. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë në një mbrojtje më të mirë të kujtesës. Vezët përmbajnë nivele të larta të kolinës, një lëndë ushqyese thelbësore që mund të ndihmojë gjithashtu edhe në stimulimin dhe zhvillimin e funksioneve tuaja të trurit dhe mund të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja do të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të përmirësuar kujtesën dhe për të rritur vigjilencën. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vezët janë të mira dhe të rëndësishme edhe për shëndetin tuaj të syve. Dy antioksidantët kryesor që gjenden te veza, luteina dhe zeakanthina, mund të lidhen me mbrojtjen e shëndetit të syve nga dëmtime dhe ekspozimi nga rrezet e dëmshme të diellit. Gjithmonë është e rëndësishme të shtoni vezën e zjerë në vaktet tuaja ditore, kështu përfitimet e vezës do të jenë më të plota dhe do të ndikojnë plotësisht në shëndetin tuaj. Sipas disa studimeve të publikuara, ngrënia e 1 deri në 2 vezë të zjera në ditë mund të sjellë shumë përfitime për shumicën e njerëzve. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni vezët e zjera në vaktet tuaja ditore. Vezët janë të pasura me ushqyes të cilët janë të njohur si kolin dhe për këtë arsye ngrënia e 1 deri në 2 vezë në ditë
mund të sjellë përfitime mjaft të mira në shëndetin tuaj të kujtesës, duke mbajtur larg problemet e arresës dhe demencës. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, duke u mundësuar një kujtesë më të fortë dhe duke lehtësuar gjithashtu edhe shqetësimet e saj. Konsumi i vezëve po ashtu ul substancën e luteinës në degenerimin makular të syrit, që shkakton gjithashtu edhe dobësimin e shikimit. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve, dhe si të tilla vezët do të ofrojnë një mbrojtje më të madhe të shëndetit dhe më pak komplikacione të tyre. Për të parandaluar problemet e syve, është e rëndësishme të dini se nuk duhet të mbështeteni vetëm te vezët, por edhe të mbroni shëndetin tuaj të syve nga ekspozimi i dritave të forta dhe qëndrimi për kohë të gjatë në pajisjet elektronike. Mungesa e vitaminës D në organizëm mund të shkaktojë gjithashtu edhe vështirësi për t'u kthyer edhe në një shëndet më të mirë trupor. Ulëntimet e fundit kanë treguar se 2 vezë të zjera në ditë mund të ofrojnë një dozë të mirë të vitaminës D. Shumë e rëndësishme kjo për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni që të keni një mbrojtje më të mirë të imunitetit, vezët e zjera mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dietën tuaj ditore. Shtimi i vezëve të zjera mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje mjaft të mirë për shëndetin e mëlçisë edhe të lëkurës dhe flokut tuaj. Për të parandaluar këto situata jo të këndshme, mëlçia duhet të pastrohet nga toksinat. Ekspertët deklarojnë se falë fosfolipideve që përmbajnë vezët, do të ndihmoni gjithashtu në një pastrim më të mirë të shëndetshëm të saj, duke ndihmuar që të keni një organizëm më të shëndetshëm dhe të parandaloni edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e organizmit edhe për të mbrojtur shëndetin e lëkurës. Gjithmonë, veza mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për një lëkurë të shëndetshme, duke vonuar kështu sa më shumë plakjen. Ekspertët tregojnë se përveç formës së saj natyrale për të konsumuar ashtu siç është, veza mund të aplikohet edhe maska bukurie, edhe ndikimet që do të keni në lëkurë do të jenë të menjëhershme dhe shumë të fuqishme për mbrojtjen e saj. Nivelet e kolesterolit të keq mund të rriten edhe me akumulimin e yndyrnave në enët tuaja të gjakut. Gjithashtu do të rrisni edhe një sër përfitimesh për organizmin nëse bëni një ushqyerje të shëndetshme, duke përfshirë edhe vezët e zjera në vaktet tuaja ditore. Vezët e zjera janë të pasura me yndyrna omega 3, shumë të rëndësishme për zhvillimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i vezëve mund të stimulojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës, trurit dhe të gjithë organizmit tuaj në tërësi. Por duhet të dini se veza është më mirë të shtohet në formën e saj natyrale të zjerë, pa e konsumuar me produkte yndyrore të shtuara. Kështu përfitimet e saj në mbrojtjen e shëndetit do të jenë vërtet të larmishme. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë gjithashtu edhe në ruajtjen e kolesterolit dhe të do ulin riskun e sëmundjeve të tjera të shëndetit. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë mënyra më e mirë për të marrë të gjitha këto përfitime. Vezët e zjera do të ofrojnë nivele të larta të proteinave, të cilat janë shumë të vlefshme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, konsumi të vezëve në dietën tuaj ditore mund t'i shtoni edhe cilësinë më të mirë të një organizmi më të shëndetshëm. Vezët e zjera natyralisht do të përmbajnë nivele shumë të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteinë në mënyrë që të forcojë muskujt dhe shëndetin tuaj në tërësi. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit dhe të evitoni gjithashtu komplikacione të ndryshme, të cilat mund të ndikojnë negativisht në çdo proces jetësor. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.